leni fëmijën dhe dalin dhe të luajnë. Definitivisht po. Që të ekspozohen me bakterje, se gjosat që me marrë alergjiku kanë më të ndoja nëse nuk ekspozohen. Shumë e vërtet. Për shembull, tash ti ke raste ku edhe bëhen test alergjike. Tash në test shihet një rritje e lartë e IgE specifike, pra antitrupave që tregojnë shkallën e alergjisë. Po klinikisht fëmijë është shumë më mirë se sa një fëmijë tjetër që nuk ka shumë rritje të antitrupave, po ka simptoma klinike shumë të forta. Edhe kur i pyet se në çfarë formë janë rritur, ku kanë jetuar, me çfarë janë ushqyer, çuçi kanë pasur stilin e jetës, ti e sheh që ky fëmia që nuk ka shumë reaksione alergjike, edhe pse ka test pozitiv më të fortë, faktikisht është rritur në kushte jo sterile edhe që sistemi imunitar është zhvilluar më mirë se sot. Do të thonë, prindët tonë pas kanë pas sakt po na kanë thonë, edhe një jeni aerokrema, Definitivisht. Fëmijët që janë rritë në 4 mure, po them ashtu, kanë prirje më të madhe. Për këtë arsye ne i njohim sëmundjet alergjike si sëmundjet të shekullit 21. Edhe pse kemi pasur edhe përpara alergji kanë ekzistuar për që ekziston njerëzimi. Po tash nëse e sheh rritjen statistikore ose trendin në rritje të këtyre sëmundjeve, shet që në shekullin 21 ku ka filluar me të madhe industrializime, kushte sterile, që ato që i përmenda, kemi edhe rritje të simptomave të alergjisë.